Kemi dëgjuar mendimin e kryetarit të Kuvendit dhe mendimin e deputetit në emër të deputetëve folës. Ju lutem. Kalojmë në votimin e kërkesës. Pra, kush është pro kërkesës për interpelancë urgjente me zonjën Balluku? Kush është pro, numëroni votat pro. I numëruat apo jo? Është duke votuar pro, sa janë pro? 30 pro. Kush është kundër? Kundër. 50 kundër, kërkesa nuk miratohet. Vijojmë me raportimin e veprimtarisë kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2024 në mbështetjet në enin 164.2 e Kushtetutës, në enin 31 i ligjit numër 154 i 2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit dhe në enin 103 rregullores, paraqet sot raportin vjetor kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, zoti Arben Shehu. Ftoj zotin Shehu të futet në sallë dhe të marrë fjalën. Koha deri në 20 minuta sipas në enin 103.7 e rregullores. Zoti Shehu, fjala për ju. I nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mikrofonin ju lutem. I nderuar kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Të nderuar deputet, në përmbushje të misionit kushtetues, kontrolli i lartë i shtetit paraqet raportin. Ju lutem bani qetësi edhe dëgjoni fjalën. Paraqet raportin vjetor për veprimtarinë e vitit 2024, raporti i cili përmbledh rezultatet e auditimeve, gjetjet kryesore, rekomandimet si dhe masat për forcimin e transparencës dhe llogaridhënies në përdorimin e fondeve publike. Gjatë kësaj periudhe raportuese, institucioni i kontrollit të lartë të shtetit ka vjuar me ushtrimin e përgjegjësive të auditimit të jashtëm publik, duke vlerësuar mënyrën e përdorimit të fondeve buxhetore, administrimin e pronës shtetërore dhe funksionimin e mekanizmave të menaxhimit financiar në të gjithë nivelet e administratës. Synimi i pandryshuar i këtij misioni mbetet garantimi i qeverisje transparente me përgjegjësi dhe në interes të publikut. Gjatë vitit 2024, kontrolli i lartë i shtetit ka realizuar 159 auditime në të gjithë nivelet e qeverisjes, duke llogaritur qeverisjen qendrore, pushtetin vendor, institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet shtetërore në përputhje kjo me kërkesat e standardeve ndërkombëtare të auditimit, manualeve, si dhe rregullores procedurave të auditimit, duke bazuar në vlerat universale të institucioneve supreme të auditimit, si pavarësia, profesionalizmi, integriteti dhe transparenca. Sipas llojit të auditimeve, janë kryer 45 financiar, 43 auditime përputhshmërie, 35 auditime të kombinuara, 15 auditime performance, 8 auditime të teknologjisë informacionit dhe 13 mbi zbatimin e rekomandimeve. Për sa i takon fushmbullimit në auditim, këto misione janë kryer në 205 subjekte, 97 për cilave njësi të qeverisjes qendrore, 75 njësi të qeverisjes vendore, 13 institucione të pavarura dhe 20 ente publik. Kjo shtrirje territoriale dhe institucionale tregon përpjekjet e vazhdueshme të institucionit për siguruar një mbullim të plotë dhe të balancuar të sektorit publik me auditim. Në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit, çdo mision ka synuar të arrijë një përfundim gjithëpërfshirës mbi ligjshmërinë, efektivitetin dhe menaxhimin e fondeve publike.
duke formuluar rekomandime konkrete për korrigjimin e mangësive dhe nxitjen e përmirësimit të vazhdueshëm. Institucioni i Kontrollit Lartë të Shtetit ka realizuar 159 auditime në gjitha nivelet e qeverisjes, duke dhënë 194 opinione, mesazhe dhe konkluzione auditimi, të cilat janë shoqëruar me 4378 rekomandime, ndër të cilat 2594 masa organizative, 28 përmirësime të kuadrit ligjor, 1059 masa disiplinore dhe administrative, 184 masa me dëm ekonomik dhe 513 masa për adresimin e pararrugësive me efekt financiar negativ. Niveli i pranueshmërisë së rekomandimeve të dhëna të verifikuara në 97 auditimet të evaluara në vitin 2023, ka arritur në masën 99%, pra niveli i pranueshmërisë së rekomandimeve. Shka tregon një ndikim të shtuar të institucionit në forcimin e menaxhimit dhe monitorimit të financave publike. Rreth 70% e këtyre rekomandimeve kanë rezultuar të zbatuara plotësisht, pjesërisht ose në proces zbatimi. Gjatë auditimeve financiare janë identifikuar çështje që kanë ndikuar në saktësinë dhe cilësinë e raportimit financiar, si dhe në respektimin e parimeve dhe standardeve kontabël, duke evidentuar nevojën për përmirësimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrolleve brenda institucioneve publike. Pasqyrat financiare të audituara kanë treguar mungesë konsolidimi midis njësive, shkelje të afateve në dorëzimin e raportimeve, mos akordime ndërvitore dhe përjashtim të disa transaksioneve nga pasqyrimi. Janë konstatuar keq klasifikime të ardhurave dhe shpenzimeve, mangësi në dokumentacionin mbështetës, si dhe dobësi në zbatimin e kontrolleve të brendshme për identifikimin e parregullsive. Në një pjesë konsiderueshme të institucioneve të audituara, janë evidentuar problematika në regjistrimin e plot të pasurive, veçanërisht pasurive paluajshme, si dhe në përgatitjen e dokumentacionit pronësor. Procedurat e marrjes në dorëzim dhe klasifikimi i pronave publike vazhdojnë të përbëjnë rrezik për tjetërsimin e tyre. Gjithashtu, në paraqitjen e detyrimeve të papaguara dhe debitorëve janë konstatuar diferenca midis shifrave të regjistruara dhe gjendjes reale, si dhe pasaktësi në përllogaritjen e kamat vonesave. Në auditimet e përputhshmërisë dhe ato të kombinuara, janë identifikuar shkeljet kuadrit ligjor dhe rregullator në fushën e prokurimeve, raportimit fiskal dhe zbatimit të kontratave. Në të gjitha fazat e menaxhimit buxhetor, nga planifikimi deri tek ekzekutimi dhe raportimi, janë evidentuar mangësi në disiplinën financiare, dobësinë në vlerësimin e projekteve, kërkesa shtesë mbi tavane buxhetore dhe përdorim jo efektiv të fondeve. Gjithashtu, auditimet kanë nxjerrë pa mangësitë në regjistrimin e urdhrave të prokurimit, kontratave dhe likuidimin e faturave përmes sistemit informatik financiar qeverisë, me një përhapje më të theksuar në nivel vendor, por të pranishme edhe në administratën qendrore dhe shoqëritë publike. Problematikat në prokurime kanë përfshirë planifikim jo të harmonizuar me nevojat reale dhe fondet e disponueshme, kufizim të konkurrencës, parregullsinë hartimin dhe zbatimin e kontratave, si dhe mungesë kontrolleve të brendshme. Në disa raste, zbatimi i kontratave është kryer me vonesë. Penalitetet nuk janë aplikuar sipas përcaktimeve kontraktuale, janë kryer pagesa për punimet pa përfunduara ose të realizuara pjesërisht, ndërsa strukturat përgjegjëse mbi mbikëqyrjen teknike, pra, nuk kanë ushtruar në mënyrë efektive funksionet e tyre. Në rastet e kontratave koncesionare, janë evidentuar mangësi në monitorim, respektimin e kritereve financiare dhe vlerësimin e ndikimit afatgjatë, si dhe pagesa për shërbimet pa kryera ose të realizuara pjesërisht, përfshirë dhe raste me tejkalim të buxhetit në sektorin e shëndetësisë. Auditimet në fushën e doganave dhe të administrimit të ardhurave tatimore kanë nxjerrë në pang mangësi në klasifikimin tarifor, vlerësimin doganor dhe llogaritjen e detyrimeve tatimore, duke përfshirë trajtime të gabuara të përjashtimit nga TVSH-ja, mos përputhje me inventarin fizik dhe kontabël, si dhe penalitetet të pa aplikuara. Në lidhje me funksionimin e sistemeve të kontrollit brendshëm, u konstatua se shërbimi i auditimit brendshëm nuk ka qenë i shtrirë në gjithë njësitë e fushës ligjit. Realizimi i planit vjetor të auditimit vijon të jetë i ulët dhe me raportet pa bazuara në analizën e riskut. Një vëmendje veçantë është kushtuar auditimet të performancës, të cilat janë zhvilluar në sektor me ndikim të drejtë për drejtë
te qytetarët, siç janë shëndetësia, arsimi, mjedisi, kultura dhe barazia gjinore. Auditimet e kryera kanë treguar se institucionet publike ende nuk kanë konsoliduar një strategji të qëndrueshme drejt orientimit për rezultate dhe vlerësimit të ndikimit të programeve apo politikave si praktik standarde menaxheriale. Mangësitë në koordinimin ndërinstitucional, planifikimin, monitorimin dhe shfrytëzimin e burimeve reflektojnë në një nivel të ulët eficience dhe efektiviteti në zbatimin e programeve, politikave dhe strategjive publike, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe në perceptimin e qytetarëve për besueshmërinë e administratës. Në sektorin e shëndetësisë, auditimet evidentuan mangësi në administrimin e pajisjeve dhe personelit shëndetësor, mjekësor, duke krijuar varësi nga shërbimet e jashtme dhe rritje të kostove. Gjithashtu, shpërndarja e tyre nuk është në përputhje me nevojat reale të popullsisë, ndërsa përkujdesja ndaj pacientëve rezulton e pamjaftueshme. Kjo për shkak të mungesës së një trajtimi gjithëpërfshirës të kapaciteteve të kufizuara menaxheriale dhe profesionale. Në fushën e mjedisit, menaxhimi i mbetjeve urbane dhe spitalore paraqet problematika të ndjeshme, ku mungesa e infrastrukturës së duhur dhe praktikave të sigurta rrezikon shëndetin publik dhe ndikon negativisht në mjedis. Ndryshimet klimatike mbeten një... Do të bëjmë një shkëputje publicitare, tani do të rikthehemi sërish pas pak me punimet e Kuvendit të Shqipërisë.